Në ceremoninë e zbulimit të shtatores së këtij dëshmori, kreu i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, tha se përmendoret dhe shtatoret e tilla na kujtojnë sakrificën e cila na i solli lirinë dhe pavarësinë. Prej sot, pamja e dëshmorit Afrim Kalanica do t'jetë më shumë e pranishme në mendjet dhe paraftyrimet e ferizajasve dhe jo vetëm të tyre. Prej sot, shtatorja e Afrim Kalanicës do të bëjë roje në udhkryqin për shtime për të na kujtuar mbi përmasat e flijimeve e përpjekjeve që janë bërë, në mënyrë që ne sot të mund ta kremtojmë lirshëm për vjetorin e pavarësisë. Derisa bashkëluftëtarët e Afrim Kalanicës kujtuan veprat heroike të tij, ata vlerësuan se me luftën e tij krahas familjes që i ofroi dashurinë e gjithë kombit, ai afroi edhe trojet shqiptare në një sofër të lirisë. Prindët e Afrim Kalanicës vërtet kanë dhënë dhimbje, por edhe dashuri për vatan. Dhe Afrimi këtë e bëri. Afrimi afroi dy pika të gjeografisë të territorit tonë shqiptar. Afroi Jezercin dhe afroi Stupçanin, së bashku të jenë në sofrën e lirisë. Horizon, Lipkov, Kokër, Mateq, Vishtic, Nakushtak, Manastir, Lypeten, Lëpat, Vaksinës, Lojan, e shumë fshatrat të tjera që me emër nuk po i përmend. Atëherë Afrim Kalanica ra heroikisht në vijën e parë të frontit Slupçan. Afrim Kalanica sot në mesin tonë qëndron i padekshëm. Amanetin e tina ne duhet të çojmë deri në drejt bashkimit kombëtar. Mos harrojmë këtë. Afrim Kalanica u lind në fshatin Jezerc, ndërkaq në moshë të re i u bashkua aradhave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai luftoi edhe si pjesëtar i UÇPMB-s e pastaj i u bashkua edhe UÇK-s kombëtare në Maqedoni. Në luftë kundër forcave maqedonase, Kalanica ra dëshmor në Slupçan më 7 maj të vitit 2001.